Duke ju shpallur luftë punonjësve të qendrës kulturore të fëmijëve, kryebashkiaku i Pukës cënon talentet e rinj të këtij qyteti, ndërkohë që shkakton një tjetër konflikt institucional. Lufta e papërgjegjshme nisur nga Arifaj me tentativë për sabotim të aktiviteteve të qendrës kulturore të fëmijëve është pasuar nga një vendim i cili detyronte largimin e këtij institucioni nga mjediset e Pallatit të Kulturës, ku ky institucion ishte i vendosur prej vitesh, ndërkohë që ana shkalon detyrimet e bashkisë ndaj këtij institucioni me pretendimin absurd se QKF-ja nuk është vetëm për Bashkinë e Pukës, por edhe për njësitë e tjera vendore përreth. Sikur të mos mjaftonte ky vendim, Arifaj nxjerr një tjetër vendim, ku urdhëron largimin dhe nga mjediset e shkollës Migjeni të QKF-s së Pukës, duke treguar hapur tendencën e tij ndaj këtij institucioni. Veprimet e papërgjegjshme të Arifajt kanë sjellë dhe reagimin e kreut të arsimit në Pukë, Nikolin Prenga, i cili sot shpjegoi konfliktin institucional shkaktuar nga kreu i Bashkisë së Pukës. Për të mos krijuar përplasje institucionale, një zyrë arsimore, ju ofroi mi largum nga ca zyra që ishin turpi i bocës, dhe janë turpi i Bashkisë Pukës, ca zyra krejt skandal, dhe sistemuam në 2 dhoma që janë brenda ambienteve të shkollës nëntëvjeçare Migjeni Pukë, për 2 arsye. Pari që të ishin afër nxënësve për të punuar me ta dhe grupe të funksionin normal, dhe s'dyti për të shmangur këtë përplasje. Ajo që mu më shqetëson pa mos është reagimi përsëri i kryetarit të bashkisë, na ka thënë një shkresë tjetër ku thotë lirohen zyrat, sallat atje se gjëja që kanë për zgjedhje, kjo është shumë e habitshme. Pra të bllokosh një aktivitet, zbulimin e talenteve, punën me talentet e fëmijëve të Pukës, ju vesh aty në dispozicion gjithçka të mundemi që ata të rriten me një kulturë, me një shpalosin gjitha të arsenal personal të tyre, kryetari i bashkisë e bën këtë blokadë në mënyrën më të patrupshme të mundshme, që unë për vete, po ta përcjellja që në fillim nuk gjenja si lloj shpjegimi. Sot, kreu i zyrës arsimore të Pukës i ka bërë dhe një thirrje kryebashkiakut Arifaj që të heqë dorë nga tentativa të tilla, të cilat për Prengën mbartin asgjë më pak se sa një turp, duke tentuar të krijojnë një konflikt përçarës në qytetin e Pukës. Unë i bëj thirrje sinqerisht si drejtues i zyrës arsimore Pukës që mos të merret me këtë histori, sepse është kjo histori pastaj do të jetë një turp i madh nëse do vazhdohet mandej. Unë e kam njoftuar dhe me një shkresë, i kam kthyer përgjigje. Ai është i detyruar të na afrojë ambientet dhe ne jemi të detyruar të shfrytëzojmë të ambiente për fëmijët e qytetarëve të Pukës, për të shpalosur ato talentet e tyre dhe për t'u vënë herë mas here qytetarëve, prindërve dhe gjithë atyre që dëshirojnë aktivitete në dispozicion për ta përmirësuar pak a shumë këtë klimë si politika për ditë më shumë dhe individ si kryetari i bashkisë po atencionojnë në formën më të keqe të mundshme. Nikolin Prenga, në cilësinë e drejtorit të arsimit në rrethin e Pukës, duket se është i bindur se përkundër dëshirës së Arifajt, ata që do të fitojnë do të jenë fëmijët dhe komuniteti pukian. Unë mendoj edhe uroj që ta mbyll me kaq të histori dhe mos shkojmë në instanca më lart, sepse dihet do fitojnë fëmijët, do fitojnë aktivitet, do fitojnë populli Pukës dhe çdo individ që merr iniciativa të tilla jam shumë i sigurt se do të ta mbyll me turp.